Këta paraprakisht I kanë ndarë edhe zonat ku do të ndërtojnë. Projekti që zbuloi gazetari investigativ Artan Rama, King Kos Divjaka, tregonte qartësisht që do të ndërtohe në zonën e mbrojtur sot të Karavastas. Dhe një ndërtues që të marri të hedhi para dhe të bëj projekte për një zonë që ja ndalon ligji nuk e bën kurrë. Ai ka marrë sigurinë që ky ligj do të ndryshonte, është programuar që do të lejohet të ndërtojë aty dhe prandaj ka hedhur para për të bërë projekte. Dhe ne dim se në këtë vend jetojnë se si janë programuar për të ndërtuar në parkun kombëtar të Butrintit, për të ndërtuar në pjesën e Kunevain, për të ndërtuar në pjesën e Pishporos, për të ndërtuar në pjesën e Karavastas siç e denoncuam dhe nuk është normale që në një situatë të tillë ne të rrim paraguar dhe pa ngritur zërin dhe thënë që kjo gjë nuk duhet bërë. Pastaj, ajo që ju thatë me drejt edhe zoti Ferun, a kemi ne mundësinë që ta ndalim me vota? Ndoshta me vota nuk kemi mundësinë që ta ndalim, por me opinionin publik, me gjithë presionin e ndërkombëtarëve, duke ndërtuar dhe institucioneve shqiptare, ne do të bëjmë gjithë përpjekjet bashkë me shoqërinë civile gjatë gjithë kohës për ta ndaluar këtë gjë dhe për të paktën për t'i bërë më të vështirë rrugtimin drejt një ligji të miratuar.